Po mbaj kuzhinën që të më miki, kështu ta mbaj o Kiki, si ta mbaj? Qa pa një shtëpi me mobilje depresioni, fa shije fare, mba kuzhinën se të tjerat nuk i ke. Ti që i ke të gjitha dhe je e kompletuar. Oh, o zot. Mobilje depresioni. E ka llafin për dhomën e gjumit time, që është një nga më të bukura do Kiki. Për mua, jo vetëm për mua, por edhe për të tjerë që e kanë thënë, është një nga jo depresion, po kaq gas të jep, sa nuk e ke idenë, po nëse për ty është depresion e di pse, se kështu është jeta jote. Edhe kur shikon shtëpitë të tjerëve, jetën e të tjerëve që nuk i njeh fare dhe u komenton në këtë mënyrë, tregon që ti nuk je mirë në jetën jote. Edhe do më thuash del në publik edhe duhet të pranosh të gjitha komentet. Po zemër, ti pranoj të gjitha komentet, por nuk më thua një çik unë jam në publik. Ti kur del në rrugë, që është publike rruga, edhe nuk të pëlqen veshja e një njeriu, i thua që ke këtë veshje depresioni kështu, nuk je mirë fare. Nuk e bën. Edhe pse, se këtu ke guximin se fshehesh edhe nuk të njeh njeri, po në rrugë të njohin, ta shikojnë fytyrën, edhe të vjen turp. Po këtu s'të vjen turp se pandem se nuk të njohin njerëzit. Problemi është se e njeh ti veten jote, se ç'je dhe çfarë ke brenda. Edhe këtë është që e transferon dhe të tjerët edhe më vjen keq që e transferon dhe familja jote. Merre me mend që më thua mua fjalë të tilla që nuk më njeh fare, nuk të kam bërë as edhe gjë në jetë edhe bën një koment të tillë. Mirë se e bëre, se unë ja gjeta dhe arsye të bëj video, se thash që video të bëj e bëra. Rrofsho Kiki. Po kështu, shikoni një çik me jetën juaj, me këto komente që bënë të njerëz që nuk i njihni fare, se unë do vazhdoj. Kjo është puna ime. Ti më shumë më jep mua punë me këto komente që bën, po seriozisht e kam. Shikoni një çik.